Maska me 2 përbërës që zhduk rrudhat brenda ditës do befasoheni. Përbërësit janë 3 lugë mjaltë dhe lëkurë portokalli. Kjo maskë është ideale për të krijuar një efekt energji dhënës në lëkurë. Kjo maskë përgatitet shumë shpejt dhe procesi nuk zgjat më shumë se 20 minuta. Lyhet fytyra me 3 lugë mjaltë dhe pastaj shpërndani mbi të lëkurën e portokallit të gririmët. Lëreni të qëndroj për rreth 10 minuta dhe shpëlajini fytyrën me ujë të vakët. Kjo recetë është zgjidhja e duhur për të gjitha ato që kanë lëkurë të thatë dhe të ashpër, fal efektit të zbutës që ka mjalti. Nëse e përsërisni këtë proces 2 herë në javë për një muaj rresht, do të vëreni që lëkura juaj ka ndryshuar totalisht formën dhe njëkohësisht ndjeshmërinë e saj, si edhe rrudhat do të zhduken sa hapën mbyll syt.